Përshëndetje. Po, përshëndetje zotrin, nga telefonon? Unë jam qytetari i Mitrovicës, për ndryshe jetoj në Suedi 36 vite. Më vjen shumë mirë. Kjo është marriqa foli, ky parafolsi. Po. Nuk na ka shti Albin Kurti me orrejt kërkonin. Po na ka shti do buk për mësë që i kena mojt, ka fshotën e fëmijëve tonë, e kena do për Kosovë, e kena do jemi në gjendje edhe shpirtin me dhonë për Kosovë. Nuk është e vërtet. Unë e muhaxheri të Plicës, se harroj trojet e mija kur, për 1870, që kanë bërë gjenocid mbi shqiptare sërbë. Albin Kurti për mbrojnë çështjen kombëtare, s'për mbrojnë çështjen e atyne që jenë bërë milionera. Kur the buk për mës, për kë e pate? Buk për mës ata që po na thonë, po vinë harami kofta ai që i merr shtesat në Kosovë, ai që jetë në diasporë. Unë edhe i kam 6.000, jem dal 24 vite. Kur i kom pas jem dal për tortura, si jem nal për 1981 në për demonstrata, babgjyshe, katragjyshe për interes kombëtar. E nuk është interes, që po thojnë Albin Kurti pi pagun, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Edhe shtesat pi marrin këtë të partit politike që i kanë komunat, pi avdhon njerëzve në diasporë që i kanë fore fis, halin i merrni si më komporët e shkijeve, pi avdhon familjeve të veta. I kom njerëz që jenë partin PDK, i marrin shtesat jetojnë në Zvicër. Po. Zotri, faleminderit shumë.